Siç e the, ky është një sistem i mbrojtjes ajrore që përdor predhat tok-ajër dhe që ka aftësi për qëllimin automatik, pra self-propelled, pra me vetë angazhim. Ka disa konfigurime të bukut, siç janë buk 1-shi, 2-shi, 3-shi, pra janë disa versione të saj, dhe sigurisht secili prej tyre ka përmirësime në sistemin e tyre të udhëheqjes. Por kompozimi standard i një baterie të bukut është posta e komandimit, radari i cili bën perceptimin e kërcënimit, pra që mund të jetë avionika të caktuara, është sistemi telar që në gjuhën teknike është transporti, ngritja, lançimi dhe radari i sistemit, pra është ai që merr komandën dhe automatikisht bën ngritjen e strukturës së predhave dhe në të njëjtën kohë lëshimin e tyre drejt objektivit të identifikuar. Për sa i përket predhës, përdor predhën 9M317, ka një gjatësi diku tek 5.1 deri në 5.5 metra, me një diametër 0.6 për 36 cm deri në 38 cm. Pra, qëllimi i kësaj predhe nuk është që të bëj dëmin masiv, është thjesht që të rrëzojë një avion. Dhe për të rrëzuar një avion mjafton edhe një predhe kësaj kategorie. Pesha e saj varion nga 710 deri në 720 kg, por ka disa variante edhe pak më të lehta të saj. Janë zakonisht 4 predha të vendosur në një sistem telar. Pra kur themi sistemi telar është i gjithë platforma e sipërme, hiq makinën, pra mjetin e transportit, e cila mundson si thuaç lëvizjen e predhave drejt objektivit më pas. Ka një radar detektimi sigurisht, i cili vepron me rrezë të lartë veprimi nga 120 deri 160 km, që është një largësi relativisht e madhe për këto kapacitete mbrojtjeve, dhe është e pajisur me një tracking illuminator, me një ndriçues për trakimin në mënyrë që të lejoj edhe trupave që e përdorin të shohin në të njëjtën kohë se ku ndodhet, në çfarë pozicione ndodhet predha gjatë lëshimit të saj deri në impaktin. Sigurisht rolet e saj janë mbrojtja e mesme kundër rrezikjeve të ndryshme të avionëve, helikopterëve, droneve, raketave të ndryshme cruise, si dhe kërcënimeve të ndryshme balistike, por kjo pjesërisht për shkak se edhe shpejtësia e saj nuk është se është shumë e madhe. Mendohet që një sistem për të rikonfiguruar dhe për të vënë përsëri në funksion ka një kohë diku te 15 minuta, që është një kohë relativisht e mirë për rifurnizimin e sistemit dhe disa sekondë për angazhimin një predh nga një predh tjetër në varësi dhe të objektivave. Ky mjet, pra Buk 2-shi, ofron një balancë midis distancës të mbrojtjes që bën dhe saktësisë për në goditjen e saj. Sidomos kjo, sepse përforcohet me sistemin telar që tham. Në praktik, ajo që kemi parë është dhe që e përmend edhe më herët është që probabiliteti goditjes është relativisht i lartë nga kjo predh në momentin kur angazhon objektivin e saj. Pikërisht ditën e sotme po lexoj edhe një analizë për shkak se dhe Venezuela i ka angazhuar tashmë ditët e fundit për shkak të tensioneve me SBA-n dhe analiza tregonte që rrezikon avionët F-35 dhe avionët F-16 ose F-15 amerikan nëse angazhohen. Dhe në konkluzion analiza ishte që F-15 dhe F-16 janë të rrezikuar nga ky lloj sistemi. Nuk është se janë. Po gjithashtu edhe F-35, edhe pse është një avion stealth, ekziston gjithmonë mundësia për ta rrezikuar, edhe pse është avioni i gjeneratës 5, ka një teknologji më të fundit, por në disa momente ose një gabim i pilotit mund t'i kushtojë edhe interceptimin nga ky lloj sistemi. Duke ditur që fluturojmë me shpejtësinë Mach 3 deri në Mach 4, pra po flasim diku tek 2500 deri në 3500 ose më shumë kilometra në orë, dhe shpejtësia e këtyre mjeteve fluturuese që sapo përshkove është pak më e ulët se sa kjo, dihet që probabiliteti për të interceptuar është aty, dhe në të njëjtën kohë ka të bëjë shumë edhe me momentin e manovrueshmërisë të avionit. Pra ne kemi parë në situata ku edhe avion të teknologjisë shumë të lartë janë rrëzuar nga mjete ose nga raketa tokë-ajër, të cilat ndoshta s'kan atë sofistikimin e madh, por është momenti në afërsi të tokës kur është duke bërë manovra kthimi për shembull, ku ose ku është momenti i shkëmbimit të informacioneve, ishte një pikë tjetër e dobët.
në momente këto të cilat avioni bëhet më i detektueshëm, nuk ka një manevreshmëri të lartë dhe sigurisht mjetet të tilla mund ta godasin lehtësisht. I tillë është dhe rasti serbisë 1999, ku një S-125, sistemi S-125 arriti pikërisht të rrëzonte një F-117. Redion, të falenderoj shumë për kohën tuaj, gjithmonë shumë interesant. Faleminderit. Kjo ishte gjithçka për mbrëmjen e sotme, ritakohemi të shtunën e ardhshme në Warzone. Bashkë natë mirë.